Ajo, këtu të ndalojnë tani. Sigurisht që është bërë kushtetuese. Gjykata kushtetuese ka vendosur ta kalojë në seancë plenare dhe ne nuk mund të themi që s'është më kushtetuese. Problemi është a do interpretoj më gjykata kushtetuese saktësisht ndërhyrjen e kryeministrit, a kishte kompetencë kryeministri për të vënë në lëvizje gjykatën kushtetuese për një vendim personal. Kjo është pyetja kryesore. Dhe këtu dhe juristët janë të ndarë në këtë element, por në pikpamje formale duhet kuptojmë, është një vendim individual, gjykata e posaçme ka caktuar një masë sigurimi ndaj një zënës kryeministri në detyrë sepse ligji ja lejon, dhe të shohim se ç'do thotë gjykata kushtetuese. Dhe po nga sinkroni që ju thatë, a ka një pyetje e antarit të gjykatës kushtetuese, a ka shërbyer kjo si pengesë për hetimin penal? Tashti, mos të bëjmë lojra. Sigurisht, në rast se unë në argumentimet si gjykat kam caktuar që ndaj një zënës kryeministrit mos ta le të vazhdoj detyrën sepse mund të përsërisë të njëjtën vepër penale, sigurisht në rast se ai vazhdon detyrën, potencialisht mund ta dëmtojë hetimin duke përsëritur të njëjtin veprim që ka bërë për të cilin unë dyshoj dhe kam caktuar.